Po, procesi votimit, për që në rastin konkret bëhet fjalë për mënyrën si votova unë. Shumë i qetë, shumë okej. Çfarë mesazhe keni për gjithë votuesit e Bashkisë Madhe? Atëherë mesazhet që vjen thënë gjatë gjithë periudhës zgjedhore, mesazhi im për popullin e Madhit sot është për një drejtim të ri. Për një ndryshim të mënyrës se si është qeverisur Bashkia e Madhe. Dhe ata e kam thënë nëpërmjet gjatë gjithë fushatës time elektorale. E them dhe sot, e mesazhi im për matjanët, dilni nga shtëpia e votimit, votoni për ndryshimin. A ka pasur që pak e ulët. Keni mesazh për Shqipëria po të kurret çdo ditë. Ne s'kemi ku t'i marrin njerëzit. Këta janë po braktisë çdo ditë. Kjo nuk është faji im si kandidat sot, por është faji i qeverisjes 13 vjeçare. A ka raste të denoncimeve sa i përket këtij procesi? Për krime zgjedhore apo diçka tjetër? Atëherë, unë kam thënë, kur kam hyrë në këtë garë, kam hyrë me bindjen e plot për të marrë të gjitha masat për të që populli i Madhit votojë lirë. Është e pamundur, jo e pamundur, por i kam bërë gjitha përpjekjet e mia, por komisioner në qendra votimi edhe punojës administratës publike pranë qendrave votimit janë problem gjithmonë. Nuk është problem vetëm atë, është problem gjithë Shqipëri. A ka pasur raste evidente, keni konstatuar? Po, absolutisht, edhe unë. Kam qenë edhe unë prezent për kur kam konstatuar edhe grupet e punës mijat, pjesë e shtabit elektoral, vëzhguesët tanë për qendra votimi, është një problematikë. A i keni denoncuar këto raste? Atëherë unë kam stafin tim elektoral dhe për çdo rast që do të konstatohet shkelje të kodit zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, normal që do ketë kallëzime. Deri në këtë moment e ka pasur ndonjë kallëzim? Unë thash edhe një herë, unë kam stafin tim elektoral. Unë kam informacionet e plota, kam indicie, do të shohim fakti penal vërtetohet në forma tjera. Unë kam indicie, por një fakt e ti shumë mirë që të gjithë komisionerët në 47 qendrat e votimit janë punojës administratës Bashkisë Madhe dhe janë patronazhistë.